Dhe nëse ti nuk je gati me lexu, pa e lexoj unë. Unë e hitë si jam gati veç. Jo, unë veç si kam syzat. Është diçka emocionale, sigurisht që këto këngët tua, tekstet tua kanë prekur gjithmonë të gjithë njerëzit, e sidomos ky tekst i këngës. Vlera, mund është me lexu se edhe kam emocion, po edhe se shoh. Edhe unë kam emocion shumë, ma shumë se sa ti, por po e lexoj. Kërkoj falje nëse më dridhë zoni në jarë. Se cili nga ne, shpesh e gjejmë vetën në ndonjë tekst të një poezie a kënge, të cilat na kujtojnë diçka nga e kaluara, apo edhe bëhen shpresë për të ardhmen. Por që teksti i një kënge të shtyen të marrësh një vendim të rëndësishëm në jetë, është e rrallë dhe s'do ta besoja asnjëherë. Ndoshta jo që do të më ndodhte pikrisht mua. Para 4 vitesh, po qëndroja pranë liçenit, kisha një boshllëk të madh në shpirt. Me net të tëra, s'po gjeja qetësi. Nuk e dija nëse po veproja drejt, por diçka më ndaloi në një moment. Isha fëmiu i vetëm në familje dhe nuk jetoja më në Kosovë. Pas vdekjes së prindërve, çdo gjë ndryshoi. Jo vetëm që mbeta jetime, pa dritën e 2 syve të mi, por s'kisha më asnjë dëshirë të shkoja në atë shtëpi, qoftë edhe të kaloja nga ajo lagje. Kisha frikë të hyja në të, më mungon të aroma dhe ngrohtësia që kishte më parë, s'mund t'i bëja ballë realitetit. Bashk me zemrën time, u rënuan edhe muret e asaj shtëpie, e që mos të shkatrohej tërësisht pa njeri, më duhej të bëja diçka. Vendosa ta shes, s'doja ta lija bosh. Më kujtohet shumë mirë ajo ditë, po pija kafe në ndoshta më me pashije ndonjëherë. Para vetes mbi tavolinë kisha kontratën e shitblerjes, që edhe me lëvizjen më të vogël, do ta fundosja fëmirin time, kujtimet e prindërve. Në ato momente, dëgjova këngën e Sinan Vllasaliut, Nuk shitet shtëpia e babës, që më erdhi si erë e lehtë pranvere. Unë ndjeva aq e pafuqishme përballë atyre vargjeve, sa që pa menduar 2 herë, atë dreq letre e grisa me 1 herë. Ajo këngë u bë shpëtimi im, u bë shërimi dhimbjeve të mia, u bë motiv që unë t'i mbaj të gjallë amanetin e prindërve. Fal teje i dashur Sinan, shtëpia ime ende i ka themelet e forta, të mbushura me plot kujtime, të bukura, që më japin jetë e lumturi sa herë që jam atje. Nuk kam fjalë më të madhe se sa të them faleminderit, dhe e di që s'jam e vetmja, e di që mesazhi i këngëve tua ka prekur zemrat e secilit shqiptar. Ti je mbret i muzikës shqipe, Vali. Faleminderit. Faleminderit, Vali. Me thënë? E kojmë falje për këtë. Jo rjetë shpirt, timën për jetë. Ashtu si që kanë mbetur vargjet tona në shpirt, vargjet tua në shpirtin tonë, gjithmonë. Gjenë ketë që... Jo, tamam puna, është një emocion i papërshkrueshëm sepse Vali na ka kontaktuar dhe ajo vetë ka pasur dëshirë që ta shpreh falenderimin përmes kësaj letre. Vali është një grua mrekullueshme. Po, patjetër që nuk munda me mohu me falenderu stafin e mrekullueshëm të Djela Vlen që gjithmonë janë shumë kontaktues me shumë njerëz dhe kanë arritur që të kontaktojnë me Valentina Rexhepagić në këtë rast. Shumë falenderit Vali dhe në gjë mirë dhe është një grua e suksesshme në një familje shumë të mirë. Nuk kam... s'kam më fjalë. E kemi një video në fakt që ndërkohë mundemi me pa Valin, e cila na ka dërguar edhe një video përveç letrës. Sigurisht ka shkuar tek vendi i saj ku ajo edhe ka vendosur që të mos e shes shtëpinë e babait të saj. Përshëndetje, jam Valentina Rexhepagić, kryeministre nga qyteti i Strumës. Është vendi ku pikërisht para 5 viteve unë duhet ta marr një vendim shumë të rëndësishëm në jetë. Është nuk kënga Nuk shitet shtëpia e babës, kënga e cila më preku aq shumë, sa që unë, duke dëgjuar tekstin e kësaj kënge, mora vendimin më të rëndësishëm në jetën time. Thjeshta në këtë rast të falenderoj
këngëtarin tonë të madh, Sinan Vllasalin, për mundjen e tij që krijon këngë aq të bukura, me tekste aq të mëdhense. Sinan mos u ndal. Adhurues të duan shumë, sepse i ke të shumë. Çdo kush nga ne qen veten e vet në tekstet e këngëve tua. Ju përshëndes nga Struga e bukur, do të mirë. Faleminderit Vali, shumë e lumja të që jenë Strugë, në qytetin më të bukur, ndër më të bukur qytetit shqiptare. Faleminderit Vali, shëndet ty e familjes e fëmijëve e të gjithëve. Që shije suksesshme, kime qenë edhe më sukses.